ka të bëjë me marrëveshjen e Alaskës. Ku konkludon Me marrëveshjen e Alaskës, Putini me Trumpin ranë dakord që ata do ndanin votën, pak a shumë. Domethënë, ushit Siria, gjë që dihet dhe është dokumentuar tashmë, ushit Siria për Ukrainën. Domethënë, amerikanët duke u tërhequr nga lufta në Ukrainë, duke u tërhequr mbështetjen e tyre raketore, satelitore për Zelenskin dhe prer fonde, në shkëmbim i kërkuan Putinit që Putinit jepte Sirin CIA-s, të cilën CIA e mori duke rrëzuar Bashar al-Assadin, instaluar Abu Muhammad al-Gjulanin apo Ahmed Sharrën, dhe Siria tani më është bërë shërbëtor Izraelit. Pse e quhen Ahmed Sharra? Po kështu ka emrin, Ahmed Sharra ka emrin. Ahmed Sharra ka emrin? Nuk është katunar nga Sharra, po e ka emrin Ahmed Sharra. Ahmed Sharra, por në lufta i njihej me nom de guerre, apo me emrin e luftës Abu Muhammad al-Gjulani, ka qenë emiri i ISIS-it, i shtetit islamik për provincën e Nineves në Irak. Ky që është president tani në Siri, ishte personi që i trushplante ta muslimanët budallëj që vinin nga Evropa. Ishte ISIS-it ky? I vishte. Po pra, ka qenë numri 2 i ISIS-it. Seriozisht e ke domethënë presidenti i Sirisë sot është po. Dhe këto janë Al-Qaida, ISIS-i, këto janë të gjitha krijesa të Izraelit dhe CIA-s. Domethënë ata i krijuan. Ky domethënë ka qenë numri 2 i ISIS-it dhe këtë domethënë kur ISIS-i mori në kontroll Sirin, e çoi vet Abu Bakr al-Baghdadi, tha do ta kontrollosh ti. Aty, se ky ka qenë agent amerikan, ata e kanë konvertuar amerikanët që kur ka qenë në burgun e Abu Ghraibit në Irak, e kanë konvertuar që të vogël dhe ja quan Abu Bakr al-Baghdadi aty pranë. Kur kaloi në Siri, këtë e mori në patronazh James Jeffrey, nuk e di në e ke dëgjuar si emër. James Jeffrey ka qenë ambasadori amerikan në Tiranë në 2003-shin, biles atëherë kur unë dilja në Top Channel dhe kundërshtoja luftën kundër Irakut, James Jeffrey më bëri me dosje domethënë, se unë isha fundamentalist islamik që isha kundër ndërhyrjes amerikane në Irak, do bëhet fjalë këtu 23 vite më herët. Dhe James Jeffrey pasi shërbeu në Shqipëri, më pas do të jetë ambasador në Irak, më pas në presidencën e Trumpit të parë do të bëhet shefi i luftës kundër ISIS-it në Siri dhe në Irak, dhe i ka dhënë edhe një intervistë për PBS-in në Amerikë. PBS-i është, si më thënë, RTS-ja, dhe në një revistë, harrova emrin e revistës, ku tregonte se si e konvertoi apo e rekrutoi Ahmed Sharrën, e mori në patronazhimin e vet. Dhe Ahmed Sharra u nda nga ISIS-i dhe krijoi atë që quhet Jabhat al-Nusra, që ishte pak a shumë emri i Al-Qaidës, ku Al-Qaida e ndryshoi emrin e saj, dhe u financua Al-Qaida në Siri gjithë vite nga USAID amerikan, ku lekët nuk i çoheshin drejt për drejt Jabhat al-Nusrës, po i çoheshin shoqatave jo qeveritare, po buxheti ka qenë me miliarda dollar. Dhe kur pas marrëveshjes Alaskës që ju përmendut, se do ta kuptojmë një gjë që këtë, domethënë Bashar al-Assadin në pushtet e mbajti Rusia me Iranin. Dhe Putini pas marrëveshjes së Alaskës që bëri me Trumpin, ran dakord, domethënë marrëveshja e Alaskës është pak a shumë sigur marrëveshja Ribbentrop-Molotov që bëri Hitleri me Stalinin. Ai është pakti i mosulmimit. Pakti mosulmimit 39-ën. Por jo vetëm mos, po edhe ndarjes Polonisë. Po, ndarjes Polonisë, po, pakti mosulmimit do ndajnë Poloninë edhe nuk do futemi në luftë me njëri tjetrin. Po nuk e mbajti Ribbentropi. Nuk e mbajti Ribbentropi. Kush është Ribbentropi midis këtyre të dyve, Trumpit dhe Putinit?
Po unë kam frikë se Trumpi do bëhet Ribbentropi, se Trumpi është ai që, Putini ja dha Sirin, por me sa unë kuptoj, në marrëveshjen e Alaskës nuk është folur diçka për Iranin. Dhe unë mendoj që Irani mund të jetë pika e thyerjes të marrëveshjes së Alaskës, e cila mund të çojë në një luftë të madhe. Domethënë ti thua që Irani është ajo që do çojë në luftën e madhe. Dhe po thua që mund të çojë, por deri tani nuk po kemi një ndërhyrje të Rusisë, edhe pse Kremlini domethënë ka denoncuar sulmet kundër Iranit, bombardimet kundër civilëve. Rusia përpara 3 ditësh largoi 200 punëtor rus që mbajnë centralin atomik të Busheherit, që izraelitët e goditën atë, dhe paralajmëroi që në qoftë se ndodh një goditje dhe në qoftë se ndodh një goditje dhe do kemi rrjedhje të materialit nuklear, ky do të jetë një aksident nuklear edhe më i rëndë se sa të Çernobili, dhe Izraeli ndoshta do ta bëjë atë në 24 orët që po vinë, dhe nëse ndodh që shkatërrohet ky centrali nuklear i Busheherit, do kemi rrjedhje të materialit radioaktiv në Gjirin Persik, dhe nëse rrjedh ky material radioaktiv, gjithë këto vende të Gjirit Persik, sigur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, që jetojnë me detin e Gjirit Persik, nga i cili marrin peshkun, marrin ujin e tjerë, atëherë gjithë Gjiri Persik do të kontaminohet, dhe sigur paralajmërojnë rusët, por edhe iranianët, do të kemi zhdukjen e qytetërimit të Gjirit Persik, nga që uji do të helmohet, ajri do të helmohet. E çdo provokonte, ta prezumojmë që kjo mund të ndodhi, largo zot. Ma bën një dekodifikim, si do ta rendisje ti raportin e fuqive në botë pastaj? Si e mendon ti që do jetë lëvizja e fuqive të tjera të mëdha, po ndodhi kjo gjëja që ndodhi? Respektivisht Kina dhe Rusia. Dgjoj, rusët edhe kinezët, për mendimin tim, nuk do të hyjnë në luftë me Amerikën për të mbrojtur as Iranin as botën arabe. Kinezët kanë nevojë për botën arabe, nga që ata e din lojën, që nëse bie Irani, Amerika do t'i thaj zorën Kinës, nuk do t'i japi më naftë, nga që kjo është një pjesë që fshihet mbrapa kësaj lufte, por kinezët kanë një gjë që janë shumë frikacak. Ata nuk nisin konflikte. Kinezët hynë në konflikte vetëm kur e shohin që nuk kanë nga ta mbajnë më. Ndërsa Rusia, për sa kohë që Trumpi i mbahet marrëveshjes së Alaskës dhe nuk ndihmon britanikët dhe francezët dhe gjermanët në luftën e Ukrainës, rusët janë okay me atë që ne themi në shqip KÇK kapçat kapësh. Se për Putinin mjafton që ai të ketë kontroll mbi Ukrainën, mjafton që Amerika, që është superfuqi ushtarake dhe ekonomike, qëndrojë larg këtij konflikti, po pse Amerika e djeg botën e Islamit edhe lindjen e mesme, edhe pse këtyre i vjen shumë keq, tek e fundit fare nuk kanë çfarë të bëjnë rusët. Dhe duhet ta shohim që në këto momente Rusia po fiton. Nga që Rusisë kriza që është shkaktuar me Gjirin Persik i ka hapur tregje të reja, janë hequr sanksionet, Rusisë janë dyfishuar të ardhurat nga nafta dhe nga gazi, edhe për më tepër amerikanët po e lënë rehat. Domethënë, Putini si një person që ndjek interesin kombëtar të Rusisë në këto momente është i lumtur. Domethënë, i vjen shumë keq ajo që po i ndodh Iranit, i vjen shumë keq rusëve ajo që po i ndodh botës arabe, ku bota arabe po digjet, dhe në qoftë se Trumpi do të hedhë bombën nukleare, kjo do të sjellë shkatrimin jo vetëm Tiranit, por edhe të këtyre vendeve të Gjirit, por dhe në përfundim të kësaj lufte do të jetë Izraeli që do të fitojë, se nëse zhduket Irani, mbrapa Iranit zionistët do të zhdukin Turqinë, dhe për Turqinë ata e kanë kollaj për ta zhdukur, sepse Turqia nuk ka domethënë nuk ka
sistemet raketore dhe dronët që ka Irani, dhe Turqinë do ta heqin qafe shumë kollaj me gryr shteti kundër Erdoganit, dhe pas kësaj do të kemi krijimin e Izraelit të madh, ku Izraeli i madh do të sundojë që nga Irani deri në Egjipt, sepse domethënë duhet të kuptojmë diçka, arsyeja pse Izraeli po e shtyn Trumpin në këto momente që të bëhet kaq shumë agresiv dhe që Netanyahu po bën çdo gjë që ta nxjisë atë që të nisi një luftë nukleare dhe mundësisht përdori bombën atomike, ka të bëjë me doktrinën ushtarake të Izraelit. Në vitin 2012, kur kam qenë në Universitetin e Torontos, në atë kohë na vjen një këshilltari i ushtarak i Benjamin Netanyahu, i kishte emrin Simon, po ja kam harruar mbiemrin. Edhe çfarë na thot neve ai atëherë kur vjen? Shlomo e kishte emrin. Edhe na thot që teoria e Izraelit në luftën e saj që bën me arabët është që kur t'i godasim arabët, duhet t'i godasim aq keq që ata mos të mendojnë për herë të dytë që ta kthehen kundër nesh. Dhe ai na tregonte neve luftën e parë, luftën e dytë, luftën e tretë, luftën e katërt arabo-izraelite, që tregonte gjithmonë kur i godisnin këto vendet arabe, i godisnin shumë keq, vrisnin me qindra mijëra njerëz. Dhe tregonte që kjo lloj ideologjie tani më Izraeli po e implementonte kundër Hizbullahit, kundër palestinezëve etj. Nga që sigur ai thoshte Izraeli është vend i vogël krahasim me arabët, ne kemi superioritet teknologjik dhe ushtarak fal Amerikës, por ne nuk e dim sa kohë Amerika do të jetë aty, por edhe domethënë sipas kalkulimeve tona ne duhet kishim humbur me kohë përpara arabëve. Por filozofia që ne ndjekim me arabët është që neve i godasim ata, i godasim aq keq që ata mos të mendojnë që na kundërpërgjigjen ne më. I vetmi vend që Izraeli nuk arriti ta mposhte dhe ta thyente dhe të përplasej që prej krijimit të tij në vitin 1978 ka qenë Irani, ku Irani është i madh, Irani është i fuqishëm, Irani ka ndërtuar një ushtri shumë të fuqishme dhe moderne. Dhe prandaj në këto momente filozofia e Netanyahut është që të hedhin bombën atomike në Iran ose ta thyen Iranin aq keq sa që ta detyrojnë që të kapitullojë dhe që iranianët mos mendojnë më që t'i kundërvihen Izraelit në të ardhmen. Po shikoja, neve dim që Irani ka thellësi strategjike, ka gati 100 milion banor, e ka relievin e ka perfekt për mos të pushtuar, i bie që të përdoret vetëm bomba bërthamore. Bomba bërthamore ose po përdor bomba bërthamore, më njës të pyetet vlla lutem, më pastaj elaboro. Po përdor bomba bërthamore, a nuk u lind gjithë shteteve drejta që të prishet parimi i deterancës? S'është I linden drejta, po nëse do të lexosh librin e Benjamin Netanyahu Fighting Terrorism. Po duhet me marr atë tash, duhet me marr me lexues, se lexoj dot atë tipin po. Ta çojun, Ma tregon me PDF po. Ta çoj vjedhur që mos japësh lek Netanyahu. Mos japim lek po. Dhe në atë libër ai thotë që biles ka edhe deklaratë Netanyahu që thotë që ne si çifut të mbijetojmë mbi arabët dhe muslimanët, nuk duhet t'i lejojmë ata që të zhvillojnë bombën atomike. Ai thotë bombën atomike do ta kemi vetëm ne. Po vlla, po e ka 183 me këtë punë vlla. Po për 183 dhe ai ka arritur sukses. Po na si vend nuk ka gjetur bombë. Po na si vend s'kan gjetur bombë bërthamore as në Irak, as në Egjipt. Po aty është problemi se muslimanët janë treguar idiot mjaftueshëm që nuk kanë zhvilluar bombën. Se sikur Iraku ta kishte bombën atomike, nuk do e kishte shkatruar Irakun. Sikur Irani ta kishte bombën atomike, edhe pse unë dyshoj që Irani do të ketë diçka, ata nuk do kishin shkuar kundër Iranit. Pra lufta bëhet për supremacinë e çifutëve. Domethënë Netanyahu do që asnjë vend por rrethim mos ketë bombën atomike. E para, e dyta, do të kuptojmë diçka se nëse bie Irani dhe pas Iranit do bjerë edhe Turqia, armiku i radhës për Izraelin do t'jetë Evropa. Ata kanë atë doktrinën e Samsonit dhe ata do më thënë e din që e kanë përllogaritur që në rast krize
ata i kanë të targetuar të gjitha kryeqytetet e Evropës, nga Franca, nga Parisi, Roma, Berlini, të cilët ata do t'i shkatrojnë gjitha me bombë nukleare. Kjo është teoria e Samsonit. Domethënë, zionistët duan dominim botror. Në këto momente ne mendojmë që lufta është vetëm kundër Islamit, kundër Iranit etj, por ata kanë plan më të madh që është dominimi botror. Zionizmi kundër botës. Kundër botës, shpendo shipe pak celularin, se të erë një mesazh. Po. Dhe domethënë kjo është teoria e zionizmit. Domethënë ata nuk do ndalojnë këtu. Ata pasi të shkatrojnë Iranin, ata më pas do t'i vërsulen Turqisë dhe më pas botës. Që ngel. Shikoj. Që t'japim fund, faleminderit për librin që më tregove. Të lutem. Që t'japim fund, dua vetëm diçka. Nesër, në qoftë se ndodh një gjë, nesër çfarë duhet mendojmë neve vëlla? Domethënë, nëse ne glihemi sot dhe shikojmë që është përdorur një sulm bërthamor apo një sulm, e di kush është absurdi? E isha me Artur me Çollarin këtu. Shpend, po kam një thirrje urgjente. A mund ta mbyllim? Patjetër. Po më thret dikush tjetër? Patjetër. Ma më thy konkluzionin, ma bëj hallall. S'ka problem. Domethënë gjithë ideja. Mbaroj pyetjen. Po gjithë ideja vëlla është domethënë që është i absurd. Absurdi është Xerxi i thot Leonides, do t'ja unxi diellin me shigjeta, mbreti pers në kohën e Ike Pirdu. Sot e kësaj dite, pasardhësve të persëve, një president amerikan i thot do t'ja unxi diellin me bomba, nuk keni për të parë dritën e diellit. Ky është absurdi i dashur që unë shikoj në këtë lloj lufte dhe shpresoj që mos plasin një luftë e tillë, se po plasin një luftë e tillë do shkatrohet gjithë bota, e kemi radhën gjithë neve pastaj. Sepse me këtë lloj, domethënë, kërcënimi që është bërë sot, do ketë një civilizim, do vdesi i gjithi. Për mua ka mbaruar çfarë do lëgjoje me humanitetin dhe rregullat e luftës. Kështu që Olsi, të falenderoj shumë i dashur, e di që je shumë i zënë, të përshëndes dhe shifemi të martën tjetër vëlla. Respekte. Ma bëni hallall se të unë është shumë vonë. Mos e vrit mendjen fare, të përqafojmë vëlla. Respekte. Natën. Faleminderit. Kjo ishte episodi i sotëm të dashur miq. Ky ishte episodi i sotëm me Olsi Yazexhi. Ditë të vështira na presin ditë vështira sepse askush më nuk po e kupton botën. Prezumohet që luftrat krijohen dhe janë formë e zgjeruar ose formë avangarde e politikbërjes apo asaj tash të quajturës diplomaci. Kemi dëgjuar në gjithë vitet e jetës që kam unë, po edhe para se të lindja unë, kam dëgjuar që luftojnë grupe terroriste, luftojnë grupe kundër humanitare, genocidialët, nuk e di, fundamentalistët e gjitha me radhë. Dhe secili prej presidentëve të Amerikës, hipokrit ose jo, që për mendimin tim nuk ka president në botë që nuk është hipokrit dhe nuk ka shtet që nuk gënjen qytetarët e vet, janë përpjekur që të ruajnë atë hieshin e politikbërjes duke mos bërë gafa diplomatike. Sot për mua presidenti Trump ka bërë një gafë shumë të madhe duke e barazvlerësuar kombin apo qytetërimin iranian me 47 apo 49 vitet e regjimit ajatollesk, se asu nuk duhet i them islamik, sepse ata nuk janë islami siç duhet të jetë islami, thjesht është një regjim teokratik. Pra, në qoftë se deri dje të gjithë kanë menduar që Ayatollah Khamenei është një kriminal i vrasës e gjitha me radhë, edhe ata që deri dje kanë besuar që Ali Khamenei ka qenë terrorist dhe genocidial, sot janë të gjithë blok pro Iranit, sepse është cënuar një qytetërim i gjithë dhe më tani më nuk është çështje regjimesh. Se çfarë do ndodhi, le të shpresojmë dhe të lutim Zotin që të jenë vetëm blofe dhe jo të vërteta, sepse po të jetë vërteta, miq të dashur, jetojnë në kohra shumë të errta, përgatituni. Se di,
nuk di se çfarë të them tjetër, se nuk ka se është mirë që t'japësh nga këto paralajmërime, por duhet ta shohim realitetin me sy dhe duhet përgatitemi, sepse ditë më të errta po vinë në mesin ton. Natë mirë, ju bekov Zoti dhe të lutim Zotin që këtyre budallenve mos t'ju rritet ajo kocka si e Dobermanit që i futet kocka në tru. Zoti ju bekoft.